Përshëndetje, urojt kesh ditë mirë, lloj shifate e mirat për qëllë ku do ty fëmijët që ta gjithë të forcën të largosh nga edhmimi, nga ego. Nuk po du me akuzu kërkën se nuk arritet kur gjohën. Besti duhet me ditë, me tregu, me deklaru se dhe letrat janë në Kosovë, për një morë letrat në Kosovë, të trollit para, të trollit dytë, duhet me komuniku se ore që na trollit bëhet në ndërtesë e madhe që shumë kalëzu Arianit, edhe ore që kjo video të shkon edhe Zotit Gjati Klapaj, ore që të keshin e mirësi të ndryshim në atë qendër, bërë një qendër universale me emnin mirësia, qendër tregtare, ku do të ketë edhe zyrit, do të ketë edhe banesat, do të ketë edhe hotel, ku edhe do të mohat njëherë në vjetë forumin për klimën dhe paqen, botë ku në katën e 21 të asaj ndërtese do të ketë edhe faltore për 7 religione, që me gjithë një investitor të saktë që të bashkëpunim edhe në shtetë edhe në komunë, edhe bëhet një qendër në interes gjithëve. Duhet me ditë që Hekri 96 mekë nga ble pronën për ti, masa ne kena marrë dhe një pronë tjetër, unë s'kam pa mujtë me ja pagu krejti, këmë thonë që mi marrë një 3 metra, ja ju futë 7 metra, e ka prish ato. Edhe kërëar puna ja ka dhonë në nënshkrimin Skenderit që me bo ndërtim pa vedien teme. A më ka thonë që edhe Paskali ka dorën të dhe ka thonë që ajo ndërtes do të rëdzohet. Për mos me qitë në Hekrin gjëgjë, mos më prisë të një këpëton Hekrit, vaj jeme, ja ka mangër bukën. Edhe ma ka mangër bukën, s'ku mujtë me tratu. As ku mujtë me lëndu fëmin e ti, se i kumë që si fëmin e mi. I kumë tonë me marë, me në dhonë qatë rogën e dytë, 50%, aja dhe atë rogën e dytë e ka marë, e ka shtinë bongë, a qa ka bonë nuk e di, letrat e kini. Edhe ajë në atë kohë, o konë, se ma bonë e ko marë vesh, o konë, o marë me toka, të Merlika në atë kohë për qatë në nëshkrim, ja ka lëshuar një pronë, ja ka bo një ndërrim për një pronë të hidrofore që ja ka pasë, ja ka lëshuar dikon në pisha, këto Hekri vetëm nga thonë. Po ishala Zotë ja bëna ati halal, ishala e pranë gabimet, ishala e gjeni gjuhën e pajtimit dhe bashkëpunimet të nëzdu kërkosh. Po të këshia tonë ato gëzimi, mu më ka pa kërcnu, po edhe Ariani më ka kërcnua e që ka bo bujtinën. Unë nuk më konë gjendjet mirë shëndësore dhe ju më frigu që mos për bëj një gabim edhe për vras dikon edhe për lo fëmin jetima. Këm pas shumë dërim, po edhe masanina i për 2010-2009 kërë hu pa ven me punës edhe advokatit duhet me ditë, që s'ke mujtë ma me përnu, edhe ti s'ke mujtë me përnu, se unë nuk ju më konë gjenjet mirë psiqike, edhe ju më fut në hullumtim që ka mundu me bo, se gjithë jetën për popullin shqiptari ako më banë, edhe ta më kam burgohë që në vitin 1992 në Gjermani, pëse unë ku bas një projekt për bashkimin e gjëstrojeve shqiptare bashkë në përnim me urbën Jugoslave, që kam bo shqiptatën me vete edhe që më kam dëmtu mu, asëbis më ka bo, unë nuk e rej masë një njeri edhe s'ka marësirë me orry, uroj që a i vend bëhet për vendin mirësis, mali i robit të t'keshin me të mirën të ndryshim, pastrojë pa për luftërim, gjithë me trenë të azërëncojmë t'jepët shonë, zdo një që ka gabu mu pëndum, edhe zemën dhe shpirtin e pasurinë e pasru, dhe gjithë ekonomia botërore të fillon nga i vend mirësia. Pra mali i robit të kthehet quhet mali i mirësisë, qendrat quhet qendra e energjisë pozitive, shëtitoria mirësisë, rrugat quhet me emnin Mira Marku që ato të bëhet qendra e inteligjencës
artificiale për të mirën e gjithë njerëzimit, po dhe ato të matë forumi për klinën dhe paqen në botë me gjithmonë me 21 dhjetor. Festat paqësore gjithkund në botë organizohen me 21 mars, me 21 qershor, me 21 shtator, me 21 dhjetor, sa që në univers ka ndryshime, njerëzit mësohen me lutje, me falje, me meditim, vetën me ushtru, me trenu, keq mos me menu, mos me fol, mos me vepru, me fal njëri tjetrin, me ndihmu që të keqen e mirësi me ndryshu. Uroj që gjeneratët e reja ta gëzojnë atë vend. Kjo kishte qenë pjesë e jetës time, që populli jam mu të më dëmton, po një o falit tonëve, po për këtë arsye nuk ka nevojë më kanë në rrë, po të thrasin gjithë popullit e botës, ka shtin dorën e pajtimit njëri tjetrit, ta qenë falë dhe në rrugtimin. Pra ligjet e reja me aprovu, që ekonomia botërore mirë me startu, si për shembull në forumin për klimën dhe paqen botë vendosi çdo 3 vjet makinë, çdo 5 vjet makinat mund ndrru, çdo 3 vjet fasadat mund ndrru mobiljet. Bioturizmi me organizu në vetë çdo qytetar më mësu 21 ditë pushime me shku vetëm eksa për pastrimin, për vedisim, ndërgjegjësim, motivim, frymëzim, edhe ky është amanet që edhe Zoti Adriatik Klapaj ta merr, sepse dhoni më kanë jashtë për para, arrogant, edhe kam pas dëshirë, edhe shumë njerëz mi denu që ata që më kanë kësajtu mu dhe popullin tem, po me hidhërim nuk ka ndryshim, hidhërimi e bjen smujen, e masanina e smunësh as me librit. Po kjo uroj që nga dhembjet e mia njerëz përfitojnë, edhe të mësojnë që edhnim mes vetes duhet me marrë dialogun bashkëkohor njëherë me organizu, pra njëherë një javë deputetit duhet me dhonë llogari dhënie se mua Angel Cara shumë më ka mashtru sa herë më shku në Shqipëni, e më ka sërëllat, po edhe kryetari i komunës atëre Demir Lika, po edhe kryetarët e komunave tjera, Agroni e tjerë, unë më konë 100 herë në Shqipëni, me qëllim që me bo diçka mirë, kënë gjetë edhe investitor nuk na kanë lënë me punu, derisa pra 2009 kemë rënë depresion, na kanë mshel rrugën, edhe pasurinë e kanë bloku, s'ke mujtë kujtë me punu, po kjo të kërkon sfidë që me mësu, edhe me lutë njerëzit më pajtu që të kjeshi me të mirën me ndëshu. Faleminderit, me kuptim një presë në bashkëpunim.